Falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe lavdërojmë, i kërkojmë ndihmë Allahut të na ruajë nga keqja vetes sonë dhe punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb. E atë që Allahu lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i cili është një i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Zoti ynë thot në librin e tij famëlart: o ju që keni besuar, kijeni frikë Allahut, jeni të devotshëm ndaj Allahut Azza wa Jall, të përkushtuar ndaj tij. E mos të me një frikë të vërtet, e mos t'ju gjej vdekja vetëm si musliman. Gjithashtu thot, Allahu i drejtohet gjithë njerëzve duke i thënë: o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, i cili u krijoi nga një palë vetme Ademi, prej tij krijoi më pas palën tjetër Hawan, pra bashkëshorten e tij, e nga këta të dy më vonë prodhën shumë burra dhe gra. Keni frikë Zotin tuaj me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajeni farefisin se Allahu është mbi ju mbikëqyrës. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta, që Allahu t'ua rregullojë punët tuaja, t'ua falë gjunahet tuaja, gabimet tuaja. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të Allahut ka fituar me një fitore mjaft të madhe me te. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut në Kur'an. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjërat më të këqija janë shpikjet në fe. Të dashur besimtar, feja jon Islami është feja e Allahut. Atë e ka zgjedhur Zoti ynë për muslimanët, po për të gjithë njerëzit. Është feja e fundit mbi këtë tokë. Sepse profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i fundit i profetëve. Ai është zvula e vargut të ndritur të më të zgjedhurve të Zotit, të dërguarve të tij. Ai është përmbyllësi i mesazhit të Allahut Azza wa Jall. Edhe thirrja e tij është e përbotshme. Thirrja e profetit Muhammed për në Islam, pra, për në fenë e Allahut, është për gjithë njerëzit. Nuk është për arabët, nuk është për afrikanët, nuk është vetëm për turqit, nuk është për, themi, për aziatikët, është për gjithë. Sepse gjithë njerëzit, sa do qofshin, si do që ta mbajnë veten e tyre për lartë, për të fuqishëm, për të pasur, ata janë krijesat të Allahut Azza wa Jall. Ata janë robër të Allahut Azza wa Jall. Ata me hir ose me pahir do t'i dorëzohen destinacionit që ka vendosur Allahu Azza wa Jall për ta. Ata do të jenë përkohësisht me këtë tokë. Edhe është mirë për ta që t'i binden thirrjes së Allahut, që të shpëtojnë. Është mirë për ta që t'i binden thirrjes së Allahut Azza wa Jall, që të jetojnë mirë në këtë jetë, e të kenë përfundimin e mirë në botën tjetër. Edhe kjo është fryma kryesore që përcjell Islami, edhe madje edhe çdo musliman i thjeshtë. Pra ka dëshirë që thirrja e Allahut për shpëtim të arrijë të gjithë njerëzit. Feja e Allahut Azza wa Jall është e përkryer. Asgjë në të nuk është gabim, asgjë në të nuk është e mangët, asgjë në të nuk është në vendin e gabuar. Edhe s'ka dyshim që në krye, ose një nga çështjet që qëndron në krye të kësaj thirrjeje të ftesës së Allahut Azza wa Jall, të fesë Allahut Azza wa Jall, është dhe ezani. Ezani. Kjo thirrje kaq e bukur madhështore. Kjo thirrje kaq e dobishme për njerëzit. Kjo thirrje kaq me vend dhe kaq e domosdoshme për njeriu. Kjo thirrje që është tashmë simbol i Islamit për 15 shekuj dhe i muslimanëve, kudo që janë ata. Sa që mund themi se nuk ka vend sipërfaqe tokës sot që ti mos të gjesh ndonjë xhami apo ndonjë shtëpi
apo ndonjë pyll, apo ndonjë lugim, apo ndonjë kodër, apo shkretir që nuk gjen njerëz që të thresin këtë thirrje ezanit. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët kur ishin në Mekë, ata nuk kishin mundësi të organizoheshin mirë për shkak të përndjekjeve të vazhdueshme dhe për shkak të sulmeve të shumta nga kufarët e Mekës, që jo vetëm nuk i lidhin muslimanët që të faleshin rehat, pra të boheshin, të mblidheshin, të falesin qetësisht, por ata i torturonin dhe i përdiqnin madje deri në vdekje. Siç ndodhi me prindërit Amar ibn Yasir dhe Sumia radhiyallahu anhuma. Madje ato deshën dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ta vrisnin. Kështu që ishte e pamundshme për muslimanët të organizoheshin në Mekë me xhami, me xhamat, me namaz, edhe pastaj të kishin dhe këtë që thimi ne, këtë thirrje kaq bukur ezanit. Por me të ardhur profeti Muhammed në Medinë, aty ku u bë më qyteti i besimit për muslimanët, ku gjithë pothuajse shumica e banorëve të saj pranuan Islamin, dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam profeti Muhammed ndërtoi xhamin e tij dhe ja nisën muslimanët të falen bashkarisht me xhamat, pra ta kryejnë këtë detyrë kaq të madhe, namazin e 5 kohët për Allahun azza wa xal, ta kujtojnë Zotin e tyre 5 herë në ditë. Normal që besimtarët të kujtonin vazhdimisht Allahun, por namazin e 5 kohët, ky është një kujtim shumë i rëndësishëm, përmendje shumë e rëndësishme e Allahut azza wa xal, dhe na ka bërë Allahu detyrim që ne mos ta harrojmë kurrë atë. Dhe të kemi të lidhur vazhdimisht me Zotin tonë. Fillimisht nuk ishte obliguar ezanin. Edhe muslimanët ndodhi që diskutonin me njëri tjetrin se si t'ja bëjnë që të mblidhen në oraret e faljes. Dikush sugjeroi që të ngrejnë një flamur, ta shohin njerëzit, larmojnë njëri tjetrin dhe vim xhami falemi. Nuk i pëlqeu profetit Muhammed ky mendim, edhe shumicës sahabeve e lanë. Dikush tjetër tha të ndezim zjarr, që të shohin njerëzit edhe ta dinë që është koha e namazit dhe të falen. Dikush tjetër tha që të marrin një brirë, siç e kanë jehudët, pra çifutët. Çifutët kur thirrnin njëri tjetrin për falje, kanë një brirë, pra si bori që i themi ne, i fryn asaj, dhe ato domthon e kanë si thirrje për në orarin e faljeve të tyre. Edhe kjo si pëlqeu profetit Muhammed dhe muslimanët e lanë. Pastaj thanë të marrin një këmban, t'i bijmë edhe ta dinë kur t'jetë koha e namazit. Kjo pra ishte metoda që përdornin të krishterët për të treguar se kur ishte falja atyre, dhe vazhdon akoma kjo edhe sot. I bien këmbanës. Edhe ngeli domethën ky diskutim ashtu. Derisa një ditë një nga shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që quhet Abdullah ibn Zeid, Allahu qoftë i kënaqur me të, ai vjen tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me nxitim, edhe i tregon atij një ëndër, se kish parë një ëndër të çuditshme. Ai tregon profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam se kish parë në ëndër. Dhe i thot, ndërkohë që unë isha në gjumë fjetur, erdhi thot një person i cili mbante një këmban, edhe este para meje, edhe unë i thoja, a ma shet këtë këmbanën? Ai më tha, përse, për çka e do? I tha që ta përdorin për të thrit muslimanët në namaz. Ai më tha, a të tregoj diçka më të bukur se kjo, më të mirë se kjo? Pra që të përdorësh diçka më të mirë se kjo për të thirrë njerëzit në namaz?
I tha, çka është ajo që çeka më e bukur, më e mirë se kjo? Dhe ai më tha, thuaj: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 herë, Allahu është më i madh, Allahu është më i madh, Allahu është më i madh. Pastaj vazhdo, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër veç Allahut. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër veç Allahut. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Hayya alas salah, hayya alas salah. Eja në namaz, eja në namaz. Pra eja të falesh, eja të falen. Hayya alal falah, hayya alal falah. Eja në shpëtim, eja në shpëtim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më i madh, Allahu është më i madh. La ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë ose me merit përveç Allahut. Pra ky në ëndër po i tregon që këtë duhet përdorësh, që ti thresësh njerëzit në namaz. Pastaj tha, i tregoi dhe i kametin që bëhet më shkurt se kjo. A nuk thuhet 4 herë Allahu Akbar, po 2 herë Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya alas salah, hayya alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pra të parën thot i thret për ta në xhami, të dytën kur të nisni faljen, pra që është i kameti. Edhe shkon tek profeti Muhammed ky person, Abdullah ibn Zeid radhiyallahu anhu, dhe ja tregon. Kur ja tregon profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot mahnitet profeti Muhammed dhe thot kjo është ëndrë e vërtet, pra ja miraton, pra është nga Allahu. Allahu azza wa jall deshi t'ja tregoj muslimanëve këtë thirrje këtë madhështore, pra duke ja vënë, duke çuar pra një ëndër te ky sahabi, dhe që ja miraton profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe pak më vonë, më pas vjen tek profeti Muhammed Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Edhe e merr vesh që ky personi kishte parë këtë ëndër dhe thot, pasha Allah në i dërguari Allah, dhe unë të njëjtën ëndër kam parë. Pra të njëjtën ëndër që kishte parë ky sahabi, e kishte parë dhe Umar ibn Khattab, dhe profeti Muhammed falenderoi Allahun. Pra tha elhamdulillah, dhe i thirri ti sahabiut dhe i tha, thirre Bilalin. Thirre Bilalin dhe tregoj ato fjalë që ai t'i thresi njerëzve me to. Pra tregoj, thuj Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe thresi Bilali fort, pra me zë të lartë, ku mbuhej ta ngjoj njerëzit. Kur erdhi koha namazit, pra dhe unë shkova, thot Abdullah ibn Zeid, me gjithë Bilalin, ai hipi në një vend të lartë, dhe unë ja thoja fjalët dhe i thonte me zë të lartë. Kështu pra nisi kjo thirrje madhështore të thirr e të vazhdoj deri sot e kësaj dite. Normal profeti Muhammed zgjodhi Bilalin sepse ai kishte zë kumbues të lartë, po edhe të bukur. Dhe është e mirë e pëlqyeshme që myezinat kështu të jenë, pra nëse është e mundshme, sa më myezin me zë të bukur, të gjesh edhe të lartë, aq më mirë është. Pra nëse është e mundshme. Kjo thirrje o vlezër ka vlera të mëdha. Do të ndalemi pak se mbase shumë njerëz nuk e kuptojnë se sa shumë vlerë ka kjo thirrje. E para kjo është thirrje domethënë nga Allahu azza wa jalla, se Allahu e ka zgjedhur si thirrje. E dyta, kjo domethënë ka gjithë to fjalë madhështore në brendi, pra. Këto nuk janë zhurma koti, Zot na ruaj. Këto janë fjalë gjigante. Allahu Akbar. Pra ta kujton ty o njëri Europë se Allahu është më i madh. S'ka gjë më të madhe se Allahu azza wa jall, asgjë tjetër. Na tregon ne që vetëm Allahu duhet ta adhurojmë dhe askën tjetër. Na tregon ne që vetëm Muhamedi është i dërguari i Allahut, atë duhet ndjekim. Na thret ne të vim namaz,
se është detyra më e madhe që kemi ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe na thret ne që të vim në shpëtim, sepse kjo është rruga e shpëtimit. Namazi, Islami, xhamia, feja e Allahut Azza wa Jall, adhurimi i Allahut, përmendja e Zotit. Kjo është rruga e shpëtimit. Fjalët më të mëdha që na mbajnë ne lidh me besimin, na mbajnë ne lidh me Zotin. Kush është ai njeriu që thotë ne duhet ta shkëputim lidhjen me Zotin? Vetëm shejtani. Dhe qafirat, jo besimtarët. Vetëm i ngjotët, ignorantët. Vetëm gafilat, pavëmendshmi. Ama një njeri që beson në Allah, beson Zotin, kurse si nuk mund thotë që të mungoj kjo thirrje apo që t'i ulet pak prestigji apo vlera kësaj thirrje. Pastaj ezani, ai që e thret ezanin, ka shpërblim më madh tek Allahu Azza wa Jall. Pra, edhe kjo tregon se sa e vlefshme është si thirrje. Nga Ebu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sikur ta dinin njerëzit se çfarë shpërblimi ka thirrja e ezanit. Rreshti i parë, safi i parë i faljes. Pastaj të bënin garë që kush të jetë i pari në këtë, edhe të mos gjenin mënyrë për të arritë, pra thirrjen e ezanit përsa vetëm se duke bërë short do ta bënin. Pra, ta zin, uzu puna e ezanit. Edhe dy njerëz erdhën për herë bashkë. Do ta thres unë, do ta thres ai. Edhe ngel puna nuk zgjedhet, se gjithë secili do ai ta bëj. Edhe thot profeti Muhammed, do thotë që duhet t'i japi më shumë rëndësi sa që jo vetëm që duhet nxitojmë të jemi të parë, ta kemi me shumë rëndësi, po edhe po që e pamundshme, vetëm se të bëjmë short, prapë edhe short do të bëjmë. Nuk është puna që gjithmonë kur bëhet ezani, kur shkojmë saf parë, pra të bëjmë short, po tregon që ne duhet nxitojmë, të jemi gjithmonë te rreshti i parë, të jemi gjithmonë pararoj, të jemi gjithmonë parët tek ezani. Pastaj sikur ta dini se çfarë vlere shpërblimi ka të shkuarit thirrjet në namaz, edhe të bënin garë në këtë, do ta bënin. Edhe po ta dinin se çfarë vlere ka namazi i sabahut, i mëngjesit, dhe namazi i darkës, i yatsis, edhe nuk do të gjenin mundësi tjetër vetëm duke ardhur këmadora si fëmia i vogël, prap do të vinin. Pra imagjino sa vlerë vëllezër ka thirrja e ezanit. Ai që thret ezanin ka aq shumë shpërblim tek Allahu Azza wa Jall, saqë merr shpërblimin e gjithë atyre që do falen me këtë ezan. Nëse një xhami ka 100-200 veta, ai që thret ezanin merr shpërblimin e faljes së tij, po edhe gjithë atyre që falen në atë vend ku thret ky ezanin. Prandaj thot profeti Muhammed, muezinit Allahu Azza wa Jall ja fal gjunahet ai sa i shkon zëri i tij, dhe shpërblimi i tij do të jetë ai sa është shpërblimi i atyre që falen me ta. Gjithashtu thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhe me lajket e tij, pra Allahu nderon, ngren lart shpërblen, dhe me lajket luten për rreshtin e parë namaz. Ato që falen te rreshti i parë, ato që vinë më shpejt, ato që janë të parë. Dhe muezinit i falen gjunahet ai sa arrin zëri i tij. Dhe për atë do të dëshmoj cili do që e dëgjon. Pra çdo gjë, njeri, gjind, send, pemë, çfarëdo që do të jetë ditën e gjykimit, nëse ka arrit zëri tek ai, do të dëshmoj për këtë person. Muezinat në ditën e gjykimit do të jenë njerëzit që do të kenë qafat më lart. Pra ditën e gjykimit kur të bëhen gjithë para kur do bëhen njerëzit gjithë para Allahut Azza wa Jall, ku do të ketë vështirësi të shumta dhe njerëzit do jenë në frikë, ndoshta do jenë kokulur, kurse muezinat është e kundërta. Ato do të jenë më të gjatët. Ato do të dallojnë mbi gjithë njerëzit e tjerë. Pse? Ata kanë ngritur lart këtë lloj thirrje madhështore, thirrjen e ezanit. Prandaj profeti jon Muhammed ka thënë, muezinat në ditën e Kiametit do të jenë ato që do të kenë qafat më lart se kushdo tjetër. Ezani vëllezër ka vlera të shumta të mëdha. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur thritet ezani për namaz, shejtani merr dhënë, thënë.
Pra, i ke një të meruar i lebetitur. Kur thritet ezani shejtani nga xhindët, se ndoshta ato shejtan nga njerëzit, shpërthej nga mrena, se ato nuk ikin, po edhe mund t'ikin. Po ato shejtanët xhind, domethënë, kur thritet ezani, marrin dhëndëm. Allahu e di, a nga frika, nga kjo thirrja, nga tmerri, Allahu e di. Është shumë e mundshme të jetë për këtë shkak. Kur pushon ezani, kthehen, vijnë prapë. Kur thritet ikameti, përsëri thot ikin. Kur mbaron ikameti, kthehen edhe vjen njeriu i pashpërit e ngacmon, i kujton gjërat e dynjas. Atë derisa e huton. Pra përpiqet ta hutoj në namaz, edhe diskutohet pra, shejtani është ai që i përshpërit njeriu gjithmonë të keqen, o vëllezër. Gjithmonë e nxit atë për keq. Gjithmonë don që ta, siç e ka thënë Allahu në Kur'an, për iblisin, do t'i vijë atyre nga e djatha, nga e majta, nga përpara, nga mrapa. Pra do përpiqen të tregon shejtani me gjitha mënyrat që njerëzit t'i humbas, t'i largojnë nga feja e Allahut Azza wa Jall, t'i largojnë nga thirrja e Allahut Azza wa Jall. Edhe një nga ajo thirrje që i djeg më shumë atij, që dëmton më shumë, është ky ezan. Prandaj kur nuk duhet ndalet ezani në çdo vend, kudo që janë muslimanët. Madje mundësisht edhe kur je në vende të shkreta, shkretir, në pyll, në përfshatra që janë pa populluar, në zona ku ti je i vetëm. Prandaj thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që është hadithi sakt sipas Imam Albanit, Allahu e mëshiroft, se profeti Muhammed ka thënë, nëse një person është në një tokë të shkret, pra larg, edhe hyn koha e namazit, ai le të marrë abdes. E nëse nuk gjen ujë, thot, atëherë le të marrë tejemum. Edhe le ta di se nëse ai bën ikametin dhe falet, me të falen 2 melajket që e shoqërojnë. Por nëse ai thot bën edhe ezanin përpara ikametit, edhe thot e bën pastaj ikametin, falen mas ti ushtar prej ushtarëve të Allahut, ai sa nuk i shihet kur skajet, nuk i shihen kur skajet e tyre, pra nga melajket e Allahut Azza wa Jall, pra që falen me të. Imagjino dhe në tokë të shkret është e pëlqyeshme që besimtari i vëzë ta thresë ezanin. Madje ta thresë edhe me zot lart, sepse siç e thamë në hadithin e lart përmendur, çdo gjë që e dëgjon këtë ezan do të dëshmojë për këtë person ditën e gjykimit. Elusim Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, atributet e tij të larta, na mundsoj ne si besimtar, po dhe atyre që nuk janë në këtë rrugë, që t'i përgjigjemi gjithmonë kësaj thirrjeje. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأندريمة تكون الله عز وجل، paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të dashur besimtar, siç paraqiten disa nga vlerat e ezanit që janë madhështore, muslimanët duhet t'i japin rëndësinë e duhur ezanit. Duhet përpiqen që ta thresin atë vazhdimisht, sidomos në shtëpitë e Allahut pra në xhami, që kur nuk duhet të mungojë ezani. Është e mirë që të përpiqen që të gjithë, ama është e mirë që dikush që e ka zërin më të lartë, më këmbus, më të bukur, pra që të jetë në një farë mënyrë edhe i këndshëm, sepse domthonë me të vërtetë ndoshta jo të gjithë njerëzit që flasin nga një fjalë të keqe për ezanin mund ta kenë domethënë cytjen nga shejtani apo nga mohimi i tyre apo kufri apo rrethja e kësaj thirrje madhështore. Mund ta kenë thjesht pra që mund të jetë ndonjëherë ndonjë zë i bezdisshëm realisht, që nuk duhet të jetë, sepse zëri duhet të jetë mundësisht sa më i mirë, edhe sa më kombues, edhe sa më i kthjellët, sa më i ëmbël, që sepse kjo është thirrje madhështore, ka fjalë madhështore në të, edhe që duhet të ketë ndikim të njerëzit. Por problemi është se njerëzit edhe ngaherë nuk dinë. Edhe në base disa njerëz mund të arsyetojnë sepse nuk e kuptojnë fjalët. S'ka dyshim që ezani është në arabisht
sepse profeti i Allahut Muhamedi alayhis salam ka qenë nga arabët dhe Allahu atë ka zgjedh dhe Zoti nuk pyet se kë do zgjedh nga profetët Allahut azza wa jall. Dhe Allahu nuk pyet se ai është Zoti i plotfuqishëm, se me çfarë gjuhë do ta sjell shpalljen e tij. Ai e ka sjell shpalljen e tij me gjuhën arabe, Kur'anin. Kjo ndoshta për shumë veçori që ka gjuha arabe, që nuk i ka asnjë gjuhë në botë. Imagjino, jemi 1500 vjet më pas tashti dhe gjuha arabe mbetet po ajo që ka qenë. E pasur shumë me, siç thon dietar gjuhëtarët arab, me gati 12 milion fjalë, që ndoshta ti mbledhësh një 10-15 nga këto gjuhët kryesore, nuk e arrin dot të numër fjalësh. Një gjuhë domthon që pra të jep mundësinë që ti të shprehesh dhe të shprehësh çdo gjë me fjalën e duhur, që nuk e ka dhe unë nuk arrin asnjë gjuhë tjetër. Shumica e gjuhëve që ne njohim sot, domthon që nga anglishtja deri tek kush mund të jetë ndonjë tjetër gjuhë e famshme, nëse ne i marrim 200 vjet më parë këtë gjuhë, askush nuk i kupton, ka nevojë për përkthyes. Shumë nga këto librat, romanet, që janë e tyre, pra shkrimeve të vjetra, siç i dim ne, kanë nevojë për përkthyes sot. Ama arabishtja ka 1500 vjet që nuk ndryshon. Po njëjët flitet, po të njëjtat rregulla janë. Kështu që vetëm ky aspekt do mjaftonte për të thënë që kjo gjuhë ja vlen që e ka zgjedh Zoti ynë për të qenë feja e tij në këtë gjuhë, edhe për të qenë libri i tij në këtë gjuhë, edhe ky ezan në këtë gjuhë. Sepse domthon ezani është universal, është për gjithë botën. Ezani nuk është vetëm për një etni, për disa njerëz, nuk është vetëm për shqiptarët, arabët, është për gjithë. Kështu që nuk ka vend për diskutim. Pastaj këto 5 fjalë që kanë madhështore, Allahu është më i madh, dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër veç Allahut, dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut, eja në namaz, eja në shpëtim, Allahu është më i madh, dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër veç Allahut, janë fjalë shumë të lehta që mund t'i mësoj kushdo. Por mjafton që muslimani edhe i paditur dhe i pa informuar për këto fjalë, sapo e dëgjon si thirrje e di që kjo po thret për namaz dhe nxiton në xhami. Elusim Allahun azza wa jalla të na dhurojë dije të dobishme, ta mundsoj veprat e mira, na bëj prej banorëve të xhenetit, ta ruaj nga zjarri i xhehenimit. Elusim Allahun të japit të mirë në këtë botë, të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Elusim Allahun na fali ne, prindërit tan, i fali gjyshrit tan që kanë vdekur si musliman, i fali muslimanët dhe muslimanët kudo që janë.